Tha Abdullah ibn Abasi, ai që ban mirë, çfarë? I gjanohet risku. E ai cili ban gjuna, i ngushtohet risku. Kur ban njeri ju gjuna, i turbullohen këtë gjërat. Të mirin e shetot, i keqo. A do si të keq, thot, këta e kam dost të mirë, thot. Ani thot, është hajdut pak ama dost të mira. Ja di zemrën, thot une. Thot, ki pak i korruptum, ama ki thot, zemrën e ka të mirë. A ki thot, ki qetri ani pse falë gjithë ditë, se ki thot, zemrën se ka të mirë. Ti a jebo kardiolog, a shebo. Ku ja pa dhe vla ti zemrën? Ku hinë ti mrena atje me ja pa zemrën? Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, gjunat e kanë bërë këtë punë. Të bardhën i të pa të zezën i të pa të bardhë. Muno është kriminalit mi thonë ki burri mira, e burrave të mirë mi u thonë njerëzit këshia në këta. Kjo e ka bo qëfar? E ka bo gjunaj. E shiko sa pasoja ka? Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, e nalën dikam prej tabinve, e nalë dikush një djetar për tabinve. Tha, o hoqë, s'ponina mirë, s'jam mirë. Ju zakonisht njerëzit, depresion. Tha, unë e kam ilaqin, o vlavija. Unë e kam ilaqin. Tha, ku e ki ilaqin? Tha, lej gjunatë dhe knaqë të jetu. Erë komandanti pi Persijës, delegacion të Omer Khattabi. Se ja kishtë turbullu këtë shtetin atje. Edhe hinin Medinë, tha, ku ashtu aj Omeri, kush e ka emrin këtu Omer? Kush ata krijetari këtu? Ato të pazarit i thanë, shko afro që nga xhamia se gjenë të fletë dikun. Tha, qaj shka i ka quqa të ushtri që atje në Persi, të fletë dikun? Po be tha afro që atë në xhamit për nga mesram edhe e gjenë dikun. A ishte pagan, mushrik, persian, me gjus. U afru dhe e pa Omer Khattabin të fletë. Edhe para se me të razu, qka i tha? Adilt, fenimt. Ti ka i drejt, për s'ta kanë të fletë, pa sigurim. As një njëri rreth vetës, vesh një shkop. Me qatë shkop, 12 vjetë ju ka tu të bota, me një shkop. Ti, sot njerëzit kanë shumë bare, po si shkon fjara. Me një shkop Omer Khattabi, qka i tha ki persiani? O vallaj, kanë i drejt. Shumë i drejt kanë. Edhe pas ke fletë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, flet Omeri se i kish punë mirë me Allahun xhelel xhelalu. Si ti kish punë mirë, flet. Ama vallahi nëse ke bë zullum, nëse ke bë gjuna, nëse ke bë mëkat, s'në za gjumi kur. Ti ki me flet, ama ki me kanë azab. Ti ki me flet, ama ki me kanë i shqetësum. Ti edhe në ndër kanë me të ardh gjunat. Ti në dunja e në ahiret në varë deri kur të takosh me Zotin xhelel xhelalu, kena mi apa sherrën e sajna. Çka tha ky? Adilt, fenimt, ma e men këta. I drejt kanë pas ke flet. Na pse s'po flejna? Jo na tu flet shumë, po si na rahat. Sepse na i kena bo gjuna Allahu xhelel xhelalu. Çdo sa na shqetëson, çdo sa na tut, sepse nuk i kemi tut atij çka meriton me ju tut.